Pas kthimit nga Brazili ku mori pjesë në samitin e CDI-s, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se në San Paulo u sankcionua narkoshteti i Edi Ramës. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se ndër 4 qëndrimet e këtij samiti, përfshir Ukrainën dhe luftën e karteleve në Meksik, në fokus kryesor ishte edhe situata në Shqipëri dhe lidhjet e qeverisë Rama me krimin. Një vend qendror kishte dhe narkoshteti shqiptar. Presidenti Pastrano, sekretari i përgjithshëm i Turizmit dhe një seri personalitetesh shpreh shqetësimin më të madh për zhvillimet dramatike në Shqipëri, konsolidimin e narkoshtetit në drejtimin e Edi Ramës, lidhjet direkte të Edi Ramës me kartelet më të rrezikshme si Sinaloas. Berisha përshëndeti rezolutën e CDI-s dhe qëndrimin e sekretares së përgjithshme të PPS, Dolores Montserrat, e cila i bëri thirrje Brukselit për të goditur lidhjet e qeverisë shqiptare me drogën dhe krimin. Third, we insist on conditioning Albania's European Union accession on ending its democratic backsliding and the media and judicial habitude, done by a leadership linked to drug trafficking, organized crime and money laundering. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane shprehu çështjet kryesore të asamblesë, ndër të cilat narkoshteti shqiptar dhe lidhjet e tmerrshme me kartel të drogës. Kryedemokrati lexoi rezolutën e CDI-s nga ku Rama cilësohet si drejtuesi një narkoregjimi që po sfidon sigurinë e Europës dhe kërkohet ndërhyrje urgjente. Vëmendje të veçantë në këtë rezolut kishte edhe deformimi i zgjedhjeve të 11 majit. Duke shprehur shqetësimin se Shqipëria ka pasur një regres të thellë drejtësinë selektive dhe depërtimin sistemik të krimit të organizuar, ODIHR dokumentoi blerje votash, ndërhyrje të krimit në zgjedhje dhe rrjetet e patronazhit, CDI shpreh shqetësim e thellë se Shqipëria është kthyer në një nyje kryesore për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, vërë me alarm infiltrimin e krimit në institucionet e shtetit. Rikujton provat për takime midis zyrtarëve të lartë, qeveritarë dhe individëve të lidhur me kartelin e Sinaloas. Është fjala këtu për takimin në zyrën e kryeministrit me Luftar Hysin. Berisha thënë se këto qëndrime dëshmojnë mbështetje ndaj opozitës, ndërsa garantoi shqiptarët se do të bëjë gjithçka për rikthimin e demokracisë dhe votës së lirë. Por bën një mbështetje të një anësie të jashtëzakonshme për opozitën shqiptare, për qytetarët shqiptar në betejën e tyre kundër këtij regjimi. I pyetur për deklaratën e komisioneres për zgjerimin Marta Kos, se zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme, Berisha tha se ajo është frymëzuar nga propaganda e paguar e Edi Ramës, teksa përshëndeti edhe qëndrimin e Komisionit Evropian për syri televizion lidhur me këtë deklaratë. Propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Ramës, ekstremizmi politik i majt apo dizinformimi shkelëran ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar, se ka patur një reagim nga ana e zëdhënësit Komisionit Evropian, i cili shpreh qëndrimin korrekt të Komisionit Evropian të papajtueshëm me qëndrimin e zonjës Marta Kos, një adhuruese pa kushte të Edi Ramës dhe bëmave dhe gjëmave të tij. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos, janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, i cili është një përçues i propagandës paguar të Edi Ramës. Zgjedhjen si zëvendës presidenti i CDI, organizatës më të madhe në botë të partive të qendrës së djathtë, Berisha e cilëson si nder dhe vlerësim për qendresën e Partisë Demokratike dhe thekson se do të bëjë gjithçka për ta shndruar atë në fitore të forcave opozitare.